të derivojnë prej tyre. Hares, unë po shpresoj shumë që javën tjetër, vetë se mund të konstituojmë kuvendin për shkak se, si që the edhe vetë, shumë është e rëndësishme që sa më por të konstituohet kuvendit, të votohet qeveria dhe ministrat për shkak se është buxhet, janë marrëveshje ndërkombëtare, shumë çështje me rëndësi të cilat janë, do thoya, super urgjente në raport me kohën që kemi humbur, edhe shumë po shpresoj që mos të ketë pengesa në raport me certifikimin e zgjedhjeve tashmë, që me hap rrugë themelimit të institucioneve të reja për shkak se po bëhen një vit prej se kemi pas zgjedhjet e fundit ku ishte e pamundur themelimi i institucioneve qeveritare, udhëhecëse, sepse në aspektin e parlamentit vetë se ka qenë i konstituar, por jo plotësisht, kështu që shumë po shpresoj që ky të jetë një java që po vjen të jetë një javë, do thotë, javën ardhshme pozitive, të konstituohet kuvend. Po. Ekziston mundësia shumë e madhe që të bëhet një gjë e tillë për shkak se ka përfundu procesi i ankesave, nuk janë marrë parasysh për shkak se nuk kanë pas ndonjë bazë të fortë ankesat. Përveç ai për listën serbe. Përveç për listën serbe, por për rinumërimet, për numërimet e votave të mërgatës, nuk ka debat për shkak se ato janë numëruar në një proces tjetër, jo nga komisionerët, kështu që shumë po shpresoj